Shikues të nderuar, përshëndetje. Sonte në Spektri Podcast do të flasim për lëndën fetare në shkollat shqipe. Me mua në tavolinë janë 3 teologë, të cilët japin mësim nëpër shkollat shqipe të Luginës së Preshevës. Është Ibrahimi. Mirëmbrëma Ibrahim. Mirëmbrëma, mirë se gjatë. Nuk po e them me selam aleikum, po shpresoj që të kalojnë në mënyrë tradicionale. Është Riadi. Mirëmbrëma. Edhe Jetoni. Mirëmbrëma. Për ndryshe, këta 3 janë mësimdhënës në shkollat, Ibrahimi në shkollë fillore dhe Riadi, edhe Jetoni në shkollë fillore. Ibrahim, penismi me ty, a mundesh me na tregu cili është roli i juaj, roli i mësimit fetar në shkollat shqipe? Po sa i përket lëndës fetare në për shkollat fillore, daton fillimi ka qenë diku në vitin 2001 dhe sigurisht se për ta parë dhe për ta vërtetuar më mirë efektin apo rezultatin e lëndës apo edukatës fetare në për shkolla, ndoshta kish me qenë një provë e nxënësve tonë, konkretisht i kanë viju mësimin fetar me një shkollë të cilët nuk e kanë pas. Aty vret me fakte konkrete se sa ka pas efekt, është fjala për të mirë në edukim, lënda fetare. E natyrisht se do e pas parasysh se lënda fetare përveç edukatës bart edhe edukatën shpirtërore e ka vlerën e vet. Prandaj mendoj se një hap konkret që është bërë nga Ministria e Arsimit në vitin 2001 ka qenë shumë produktiv dhe pozitiv përsa i përket edukatës, futjes së edukatës apo lëndës fetare në për shkolla. Dhe sigurisht se secila puni ka dhe sfidat e veta. Por mendoj se edhe kolegët e mi pajtohen me mendimin tim se gjithçka te i kalohet kur ka vullnet dhe kur ka mirë kuptim në rrethin ku vepron. Riad, mësimi fetar ndikon në edukimin e nxënësve? Po, normalisht ndikon edhe ka ndikuar, do të ndikoj. Edhe veç rezultatet janë duke u parë në krahasim me shkolla tjera, për shembull që janë jashtë Luginës që nuk e mësojnë mësimin fetar. Por besoj që kjo Lugin ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm sa i përket në aspektin e edukimit fetar, në aspektin në gjithë aspektet, domethënë ka luajtur një rol të rëndësishëm. Jeton ty je në shkollën Ibrahim Kelmendi? Po. Preshev. Je i vetmi aty apo ka edhe kolegë? Aty punojmë gjithsej 3 kolegë, domethënë 3 hoxhallar jemi. Duhet ta cek se për dallim nga shkolla tjera, aty është një shkollë me një numër shumë të madh nxënësve. Diku janë mbi 1400 nxënës. Dhe për dallim prej shkollave tjera aty ndahen në edukat qytetare dhe në edukat fetare. Mirë po, ajo çka duhet ceket dhe ta din të gjithë se është shumë interesante se rreth 1100 nxënës e ndjekin edukatën fetare. Dhe një numër tjetër, diku mbi 200 nxënës ose deri 300 nxënës qëndrojnë në mësimin e edukatës qytetare. Mirë po, shumica e nxënësve të cilët e ndjekin edukatën fetare janë ata të cilët kontribuojnë në çështjen e të mirës në shkollë, sa i përket bazave, për arsye se na dim se edukata fetare e mëson fëmijën, e mëson nxënësin se qysh me pas raporte të mira si në shkollë, si në rrugë, si në shtëpi, si karshi prindërve, karshi çdo kujt. Për atë arsye ka një nivel shumë të lartë në çështjen e nxënjes së diturisë edhe atë në bazat e besimit dhe të fesë islame. Duke e pasur parasysh se na çdo herë mundohemi që në çdo orë t'i përmbahemi rregullave të cilat Allahu xhallashanu na mëson përmes Kuranit famlar dhe pejgamberi alayhi salam përmes haditheve të shumta, e që na i transmetojmë deri tek nxënësit dhe ata janë pjesë përbërëse e praktikimit të atyre. Kjo ka një efekt shumë të madh në aspektin shoqëror. Për arsye se kur një fëmijë rritet, se nga klasa e parë mësohet, këto duhet ta dim gjithë. Kur një fëmijë rritet me fjalën e Allahut xhallashanuhu,
ai fëmijë nuk mundet me dështu. Pavarësisht në sfidat e jetës, pavarësisht në problemet e jetës, ai fëmijë ka me pas gjithmonë bereqet, jo vetëm në shoqërinë tonë, po ka me pas bereqet edhe në rrethin e familjes së tij, e ajo çka është më e rëndësishmja tek prindrit e tij. Ku e dim se shumica e vendeve kur fëmia e arrin një moshë të caktuar, i le prindrit. E na çdo herë mundohemi që ata fëmijë të cilët rriten dhe edukohen me bazat e islamit të jenë ata të cilët kujdesen për familjen e tyre, kujdesen për shoqërinë e tyre, e mbi gjitha e ruajnë moralin dhe etikën njerëzore. Kur një nxënës e ndjek mësim besimin islam në shkollë dhe i mëson këto baza, ai fëmijë padyshim që nuk ka me pas mundësi me dështu në jetë. Dhe një fëmijë i cili nuk e ndjek mësim besimin, nuk i mëson këto rregulla, atëherë ka me pas dështim në jetën e tij. Na i shohmi vendet përreth nesh, ku nuk ekziston mësimi fetar, nuk ekziston edukata fetare dhe aty e shohim se çdo ditë ka probleme. Na dim se në shkollat tona ka probleme, mirë po ka probleme shumë të vogla. Dhe efekti kryesor është shumë i qartë se ata të cilët e mësojnë fjalën e Zotit të gjithësisë, edhe kur dëshirojnë me bëjnë një të keqe, i ndal ajo. Sepse e din që në një ditë kanë me dhënë llogari për gjërat të cilat i bëjnë. Dhe këtu është ai bereqeti më i madh, të cilin nxënësit na nuk e kemi pas fatin, po këta gjeneratët e reja e kanë këtë fat, e kanë këtë bereqet, këtë mirësi, që qysh në fillet e para të jetës së tyre, nga klasa e parë, të mësojnë se kush është Allahu xhallashanuhu, si duhet të ndjekin rrugën e Zotit, çka duhet bëjnë dhe çka duhet veprojnë. Hajrin më shumti që ja shohim na si shoqëri, por ja shohin edhe familja dhe gjithë njerëzit. Këtu është bereqeti i mësimit fetar nëpër shkollat tona. E përmendën fillim, i përmendën do numra statistika. Nga gjithaj numri i nxënësve që janë, e dim fillim kur ka fillu implementimi, kur ka hi në 2001 ora mësimore, duket se të njëjtën kohë edhe edukata qytetare edhe landa fetare. Të dyjat kanë hyrë të njëjtën kohë. Në atë kohë e mbaj mend edhe unë si nxënës i shkollës, ka pas një farë garimi mes landës fetare edhe landës edukatës qytetare. A vazhdon alo? Është shumë interesante se kjo çështja në shkollat në përfshatra nuk ekziston kjo, se gjithë prindrit janë në edukatën fetare. Mirë po, ajo shkollë me numër të madh nxënësve, edhe është para e arsyeshme që nxënësi ta bëjë për zgjedhjen vet. Po garë nuk ka për arsye se na e dim se gjithë prindrit, familjet i kemi besimtar. Po jashtë asaj, nxënësi vet e kupton se ku e mëson të mirën. Por nuk është se edhe në edukatën qytetare nuk mëson të mirë. Jo, nuk është ajo aty. Mirë po, ajo çka unë po du me thonë është se edukata fetare e mëson nxënësin se si me i mësu, me i marrë kom, me i marrë të mirët e islamit. Se llogarite, tash nëse një orë e mban aty te klasë të 8, edhe ti fol për respektin ndaj prindërve. Edhe nxënësi arrin me kuptu se qysh na ka mësu pejgamberi alayhi salam, i kemi hak prindërve shumë, ku ka thënë 3 herë nënës, 1 herë babait. Edhe kemi pas raste ku prindrit na kanë falënderu se fëmia i tij e ka mësu në edukatën fetare se i pas kemi borxh prindërve tanë. Edhe këtu është ajo e mira që prindi të falënderon se ti po e mëson fëmijën e tij se ku është e mira dhe ku është bereqeti. Kur ka kësi lloj të mirave, atëherë shoqëria ka me pas bereqet, se një fëmijë i cili rritet me edukatën e rrugës së Zotit dhe me edukatën e fjalëve të pejgamberit alayhi salam, e thash edhe më herët, nuk mundet me dështuaj. E ajo sa i përket që e tha, a ka garë? Nuk ka garë, për arsye se nxënësi e kupton ku është e mira. Kur e kupton ku është e mira, atëherë ai e ndjek të mirën. Se na tash duhet ta cekmi përpara, nxënësit nuk e kanë pas teknologjinë që e kanë sot. Sot kanë rrjete ndryshme sociale, i dim gjithë ato. Edhe pyetjet më të shumta të cilat i bojnë nxënësit janë ato të cilat e kanë dëgjuar një ligjërat, kanë dëgjuar diçka, edhe don
pak mja thjeshtësu nxënësit. Kur i thjeshtësohet ajo, ai e kupton të mirën edhe bereqetin e edukatës fetare. Për çfarë arsye, edhe nëse ti i thu se mundesh me shku në një lanë tjetër, ai nuk e përzgjedh ato, ai ka me qëndru aty. Po edhe kërkesa e madhe e prindërve është që fëmijët e tyre me qenë në landën e mësimit fetar. Riyad internat si është? Po internat unë e jap mësim te cikli i ulët, te cikli i ulët domethënë gjithë janë mësimin fetar. Mirë po te cikli i lartë domethënë ndan gjysma e klasës në edukatën qytetare, gjysma në mësimin fetar. Sigurisht se kjo bëhet për ndonjë arsye, më siguru doni orë, ndonjë arsimtari për edukatën qytetare. Mirë po nuk do me thonë që nxënësit të cilët shkojnë në edukatën qytetare nuk janë të interesuar për mësimin fetar. Shprehin dëshirë të marrë edhe mësimin fetar me ndonjë gjulandën, mirë po vetëm se kur notohen, notimi bëhet ai cili a kanë drejt me qenë Jo. Te notimi do me thonë duhet më përcaktu. Do me thonë e shkruan ditar se ky nxënës është për mësimin fetar dhe ai kur notohet duhet më notu në lëndën e mësimit fetar. Do me thonë edhe nëse prezanton të mësimi fetar ai edukatës qytetare nuk notohet, do me thonë notohet te lënda e edukatës qytetare. Po mundet një nxënës i cili është përcaktuar për ndonjë arsye jashtë dëshirës tij. Edukatë qytetare mundet të ndjek ka kohë, mundet Po varet të shkure apo janë njëjtën ose ka raste që janë njëjtën kohë, për shembull me gjejnë një hapësirë, domethënë ku është një klasë zbras, ata të edukatës qytetare shkojnë aty, në atë orën ku ja kanë klasën, rrin ata nxënësit e mësimit fetar. Ibrahim, çish është interesimi i prindve, i kolektivit rreth bashkëpunimit me teolog, me juve? Unë personalisht që kur kam fillu në 2008 në shkollat në të cilat kam punu, nuk kemi pas ndasi, tajmë kështu kushtimisht mes këtyre dy landëve të cilat ligjërisht akoma funksionojnë si landë zgjedhore, pra që nxënësi duhet deklarohet në klasën e parë se a don të shkon në mësimin fetar apo në landën qytetare dhe në vitin e parë në shkollës mesme. Mirë po, se sa çish funksionon bashkëpunimi mes spari brenda shkollës, pastaj edhe me prindrit, ndoshta mund ta theksoj që kohëve të fundit, këto 3-4 vitet e fundit është një bashkëpunim pak më i theksuar, ndoshta për arsye të ndryshme, jo për arsye të landës si land, por arsye të ndryshme që krejt jemi dëshmitar, domethënë që ne i kemi kry shkollat edhe prind tanë kur s'kanë qenë shkollë, domethënë ka qenë një mentalitet që fëmijën e kanë çu, prindi e ka dërguar në shkollë dhe pastaj ka menduar se gjithçka çka lidhet me shkollën ai mon nuk ka çka më përzy aty. E kohëve të fundit ka filluar një interesim shumë më i madh sa i përket prindërve që të kenë një bashkëpunim jo vetëm me ne si predikues të landës fetare, po edhe tek landat tjera dhe të gjitha aktiviteti edukativ arsimor. Sa i përket asaj se cila land tash më ran mend kërkoj ndjes duhet tjetë, është ndoshta nuk është e drejtë me bëni krahasim tillë, sepse secila land e ka vlerën e vet. Mirë po, unë po du me theksu se janë disa arsye pse e veçojnë mësimin fetar pak më shumë ndoshta se edukata qytetare. Edukata qytetare na e dim se çka përmban. Nuk po themi se është më e lisht apo më e fortë, mirë po dallimi i landës fetare është se përveç edukatës që i ofron, nëse e shikojmë në kontekst planin dhe programin me cilin funksionojmë, shumica domethënë temave janë edukative arsimore dhe edukat familjare konkretisht. Përveç kësaj është edhe edukata shpirtërore që ndoshta e veçon nga landa e landës e mësimit qytetar. Prandaj personalisht, domethënë këto 3 vitet e fundit bashkëpunoj shumë mirë me prindrit, po edhe brenda shkollës, po edhe me prindrit. Ka raste kur shembull tash veç kemi filluar të jemi domethënë edhe pak më ndryshe se ç'ish ka qenë për shembull fillimi i karrierës, tash veç jemi të barabartë, mendoj kështu, s'paku unë jam i barabartë me gjithë kolegët tjerë, dikush prej nesh është edhe kujdestar klase dhe domethënë deshtëm apo s'deshtëm, duhet ta kemi atë bashkëpunim. Fundit për me pas një rezultat pozitiv, bashkëpunimi arsimtar nxënës edhe prind është i patë i kalueshëm, është i
i patjetërsueshëm. Ora mësimore. E dim se çdo lande ka ligjërimin edhe ka praktikën. Landa fetare çish funksionon? Kalohet vetëm praktik apo është kombinim praktik teori? Unë mendoj se ndoshta fillimi kur ka fillu predikohet landa fetare në për shkolla, ndoshta mund të themi se ka qenë një formë pak më ndryshe predikimit mësimdhënësit, se ndoshta kanë menduar ato se duhet të shkojnë me atë formën sikur në xhami, mirë po ajo çka nuk funksionon është se në shkolla duhet të ketë një metodë punës pak më ndryshe, pra është metoda edukative arsimore që s'paku ne jemi të obliguar me i respektu, dhe mendoj se pikërisht këtu është ai dallimi që është dash me bërë reforma konkretisht ne çka jemi pak ma me përvojë në për shkolla. Parafërsisht gati 17 vite dhe më kujtohet si sot, domethënë se fillimi ka pas sfida. Tash jam i barabartë me çdo aspekt, me çdo, domethënë, formë punës edhe me çdo aktivitet që bëhet brenda shkollës. Prandaj mendoj se këto i kemi të i kalu si shoqëri, nuk e kemi më atë problematikën, po atë sfidën, se për shembull fillim kur kemi fillu një prej sfidave që ndoshta unë kisha dasht me përmend, ka qenë se kemi pas bëjmë me një gjenerat të cilët ishin të mësuar me një sistem tjetër që e kanë llogaritë se feja duhet të jetë jashtë institucioneve dhe ka qenë gjithçka pak më e kufizuar. Tani nuk është më kështu. S'paku në shkollën time absolutisht nuk e ndjej veten si i anashkalum apo diçka tjetër. Konkretisht, pra, landa fetare si land, si plan, i plotson gjitha kriteret e planit edukativo arsimor në për shkolla që duhet i plotson si çdo arsimtar tjetër. Duke u nis prej planit operativ, planit global, përgatitjeve ditore e kështu me radhë. Do të thonë me një farë forme jemi të barabartë në gjitha procedurat që kërkohen për çdo arsimtar tjetër, edhe për ne ashtu. Riad, ma kujtoj Ibrahimi që në fillim kam pas sfida. Gjyni ajo gjenerata, ndoshta jo ndër të partë, po në mesin e viteve të para ka fillu. Prej fillimit. Sigurisht ka pas asi stereotipe apo ka pas pengesa rreth mendimit të kolegëve apo të prindve. Mund të themi më shumë paragjykime, ndoshta se mos themi pengesa, se nuk është arsyeshme me thënë pengesa. Ndoshta paragjykime po. Nuk kemi pas pengesa se i përket kolektivit. Në fillim ka qenë pak disa pengesa tek vendosja e mësimdhënësve mësimit fetar, kanë qenë 2 lista janë dorëzuar atko. Edhe tani derisa u janë kthy dy lista derisa ka vendosur pashit islame fetare i kanë shu në ministri, mirësia derisa i ka provu ato 2 lista, domethënë ka shku edhe shtatori në disa shkolla, edhe tetori komplet nuk është fillu landa e mësimit fetar. Po edhe pse e kanë ditë që ti, domethënë kemi fillu mësimin fetar, kemi fillu me ligjëru çat vet, disave i kanë konvenu, domethënë mos më vazhdu mësimi fetar 1 muj, 2 muj, aty kam mësu nxënësit, pastaj është vanu, domethënë zhvillimi i plan programit, këto kanë qenë sfidat. Ndërsa tash nuk e kemi, tash me 1 shtator vetëm fillon mësimi. Sa i përket më herët që e pyete në anën praktike, domethënë ka njësi që duhet më zhvillu edhe nga ana praktike, për shembull siç është forma e faljes së namazit. Na shpjegojmë në anën teorike. Me po duhet edhe ma bën mendje që duhet në anën praktike edhe që e praktikojnë atë. Në fillim kam pas pak problem për arsye se kur ka ardhur forma namazit praktik, i kam porositur në sensin e marrë sejdade, disa abedin që shtemi sot kinsa abedin pidhimot feja islame, e zban mu falën klasë është ose zhit me klasa, mirë po vetë marrja sejdadeve në klasë, ajo domethënë që domethënë kur është një vend i papastër e ki sejdaden edhe mund më fillu me u falë aty, domethënë është mjet konkretizues i çasaj njësie ta ditet. Pastaj ka pas probleme, problem është për shembull është për folë edhe në një emision TRTK-s, emisioni rrugëve, është në përkëmbaj, është kesh përdor.
ai dokumentar edhe pse njëri prej nxënësve terroristëve çka ka qenë edhe pse domethënë i kena shpreh mirëseardhje në shkollë, ka marrë intervista, mirë fund kur e kam cekun se pse i kam shtin nxënësit me marrë sexhade, e kam prej apëtin, edhe pastaj u ka shpordor dhe ju ka dhënë një emër shumë jo i mirë dokumentarit, mësimi për vdekjen para mësimit për jetën. Edhe pse gjatë 8 viteve në shkollë sa mësohet lënda mësimit fetar, një njësi mësimore është për vdekjen. Gjitha njësi tjera mësohen për zhvillimin e jetës, për edukatën, ndaj prindërve, për sjelljen ndaj të varfërve, ndaj fëmijëve, gjithçka ka të bëj, e kanë kesh përdor. Mirë po unë ja kum pa hajrin. Sepse Karaçi dokumentar sot ekziston kabineti i mësimit fetar në shkollë, kur ta kemi për shembull me zhvillu landën, njësia mësimore rreth namazit, aty është e pijet, shkojnë falmi pa probleme që praktikojmë namazin. Çështë kanë dashur apo ti? Po mendoj se kohëve të fundit me digitalizimin e shkollave na u ka lehtësu puna edhe neve, sigurisht. Shumë është lehtësu. Se për shembull spakun në shkollën time ku punoj kemi gjitha klasët me projektor, ku kemi mundësi domethënë me i përdor gjitha metodat edukative arsimore në mesin e tyre edhe me video inxhizime që ndoshta ajo çështja e sexhadës edhe duhet të largohet tani më se veç që kemi mundësinë domethënë ta përdorimi teknologjinë dhe të kemi një mësim më produktiv. Po megjithatë mendoj se tash më ran mend kur jemi te rezultati të suksesi, unë kujtohet si sot nëse nuk gaboj në mes viteve 2013 edhe 16, nëse nuk gaboj ka qenë një garë mes shkollave fillore Lugina Garon këtu dhe në kratë mësimit fetar shkolla Ali Bektashi 3 vite radhës e ka marrë vendin e parë në komplet Lugina. Pra, po du me thonë me këta se nëse e shohim në esencë planin dhe programin cilin e bartë mësimi fetar, nuk shohim diçka përveç se rezultatit. Natyrisht, rol të madh ka shumë, predikusin këtë rast arsimtari, cili mendoj se suksesi më i madh i secilit, pavarësisht cilës lande predikon, suksesi më i madh është kur ai arsimtar mundohet t'ja bëjt dashur landën nxënësit dhe kështu ka me pas sukses. Përndryshe, përderisa nuk mundohemi që ne t'ja zbukurojmë landën, atëherë dihet. Jeton nga cili vit i ke fillu? Nga viti 2013. 2013. Të kujtohet ke pas sfida në atë kohë kur ke fillu? Shife, këto sfidat si te kolegë tjerë kanë qenë të gjithë, mirë po ajo që ka është më interesantja, fillimet shumica e arsimtarve e kanë mendu se hoxha nuk e ka vendin në shkollë, po hoxha e ka vendin vetëm në xhami. Po me kalimin e kohës e kanë vrejtë se është një bereqet i madh me pas hoxhën kolektiv aty. Unë shpesh e përmendi se nuk kanë hajër vetëm nxënësit në shkollë, po hajërin e kanë 3 kategori. E kanë nxënësit, e kanë kolektivi aty, po e kanë edhe prindrit. Tash kur e dim se na punojmë me ditarët elektronik, edhe prindi ka qasje, edhe mundësia më e mirë është që për çdo nevojë, për çdo rast, për çdo pyetje cilën prindi dëshiron me bë, e ka numrin aty dhe mundet me të kontaktu ku shpesh herë na ndodhin këto gjana. Mirë po, edhe te çështja e kolektivit, se për çdo nevojë kur e kanë kolekt, nuk ka nevojë më me shku me pyet hoxhën në xhami, apo me marr pyetje të ndryshme, po e kanë hoxhën aty në shkollë. Edhe i bëjnë pyetje, kjo pak ja ka lecu edhe atynve, se për gjithë shka cilën ata e shofin të arsyeshme, i bëjnë pyetjet edhe kanë bereqetin brenda shkollës. Mirë po, ajo çka duhet përmendet në shkollat e tona, tu e falënderu Zotin çdo herë se mësimi fetar i ka sjellur të mira shkollave. Pse po e them i ka sjellur të mira? Kur e shpjegojmë jetën e pejgamberëve në përgjithësi, duke filluar nga pejgamberi i parë e deri te pejgamberi i fundit Muhamedi alayhi salam, na ju tregojmë ngjarje të ndryshme atyre, sprovat e pejgamberëve, jetën e tyre, vështirësitë e tyre dhe se si ja kanë dalur ata, padyshim që fëmia, unë e marr një shembull shumë herë ku them se fëmia është ai i cili
është i papjekur dhe shkolla e bën atë në një grad shumë të lartë. Nëse edukimi fetar e mëson se çka është jeta, ku e dim na se nëse kthehemi pak mbrapa, e shohmi se Allahu xhalleshanu edhe në Kur'an pa i përmend tash ajetet e Kur'anit, po në surën Al-Alaq e ka urdhëruar pejgamberin alayhi salam i ka thonë ikra, lexo. Domethënë edukimi fetar jo vetëm që e motivon nxënësin me mësu të gjitha landët, po edhe ajetet e Kur'anit e motivojnë edhe i tregojnë se përfitimi i jetës, qoftë jetës së kësaj bote dhe jetës së botës tjetër, arrihet përmes nxënjes së diturisë. Na dim edhe përmes haditheve të shumta se pejgamberi alayhi salam na ka motivuar dhe ka thënë kërkoni dituri nga djepi deri në varr. Domethënë nga lindja deri kur të vdesësh kërko dituri. Angazhohu në nxënjen e diturisë. E tash të mirën e edukimit fetar që e zhvillojmë na brenda një ore e kanë bereqetin edhe landët e tjera, se na i motivojmë. Është e vërtetë se na e kemi vetëm një orë gjatë javës. Mirë po, ajo orë ka bereqet të shumët. Shpesh duhet ta përmend edhe këtë, se shpesh të nxënësit hasmin e atë se kanë bërë edhe kërkesa në drejtori, se landa e mësimit fetar domethënë është me një orë pak. Sa ata janë të rritur nga klasa e 5, 6, 7 deri në klasën e 8, atyve sinqerisht nuk ju del një orë. Pse? Ka shumë tema të mira, të cilat janë brenda atyre që ne i mësojmë dhe i spjegojmë, e ndoshta nuk mundemi me arrit përfundimin e spjegimit të ajo, për cilën na jemi të thirrur për arsye se kryetore. Aq shumë ka material, domethënë mësimi fetar. Dhe nxënësi kur e kupton rëndësinë, vlerën dhe të mirat e landës fetare, që e motivon me kërku dije, atëherë ati nuk i del as një orë, as 2, as 3, pa i kërkon vazhdimisht me mësu të mirën e islamit. Përpara, islami na dim shumë mirë se është mësu vetëm në xhamia dhe në për oda, në për mexhlise, në për ndeja. E tash mësohet edhe në shkollë. Tash mësohet edhe gjatë pushimeve kur ne i kemi pyetje të shumta karshin nxënësve, bile vlen ceket se kemi shpesh herë edhe pyetje edhe të atyre nxënësve cilët e ndjekin edukatën qytetare, por që kanë nevoja të ndryshme, nevoja të pyetjeve rreth islamit e që na bëjnë neve. Këtu është ajo e mira më e madhe që edukimi fetar si land nuk duhet mbetet me një orë, por detyrimisht duhet që t'i shtohet qoftë një orë tjetër apo edhe 2 orë të tjera për arsye se ka nevojë shumë. Po e them se kanë nevojë për arsye se nëse fëmia edukohet sipas islamit, atëherë e ceka më herët krejt kena me ja pa hajrin. Nuk është që do t'ja shofe vetëm shkolla apo arsimtari apo prindi. Të gjithë do t'ja shohin hajrin edhe bereqetin një fëmije i cili e din respektin, tu fillu prej familjes, e din respektin ndaj prindërve, e din respektin ndaj fëmijëve, e din respektin ndaj shkollës, ndaj arsimtarëve, ndaj kolektivit, ndaj gjithkujt tjetër. E kur ka kësin persona, kësin nxënës të mirë edukuar, ka me pas bereqet shoqëria. Kur ka bereqet shoqëria, atëherë Allahu xhalleshanu ka me zbrit rahmet në atë popull. Tu e pas parasysh çdo herë se kur ne e harrojmë rrugën e Zotit të gjithësisë, edhe Allahu xhalleshanuhu nuk zbret rahmet mbi ne. E ata që duhet të edukohen në mënyrën më të mirë të mundshme, janë gjeneratët e reja. Na tash nuk mundemi me i fol një plakut 70 për respektin ndaj prindërve, sa i nuk i ka prindëri gjallë, po na duhet me i fol për respektin ndaj prindërve gjeneratave të reja. Në mënyrë që ai kur të shkojë te shtëpia me ndru kahjen karshi prindërve të tij. Çdo herë përmendmi se besimtari i vërtet është ai i cili kujdeset ndaj familjes së tij, e posaçërisht ndaj prindërve të tij. E na këto ja mësojmë gjeneratave të reja. Kur ai e merr dhe e mëson kët, atëherë kemi mja pa hajrin të gjithë ne si shoqëri. Para se të vazhdojmë me pyetjet, unë i kisha falenderu sponsorët tanë, që i kemi 2 sponsora, kompanitë vendore, por me brende ndërkombëtare, Royal Beverage me pijet e tyre, dhe kompaninë e transportit viatori. Po më ka interesant, ju mësu gjithherë me në rolin e moderatorit. E sot da në rolin e musafirit. Riyad, dashta me të pyet diçka.
po mund vlen për gjithë. Me qenë se dhe jetoni e përmendi që hajrin hoxhës në shkollë pja shofin gjithë. A keni asi raste kur mbledhjet kolektivit ose gjatë pauzave uleni me kolektivin edhe ka si pyetje qoftë ngacmuese, qoftë rreth fesë, a ka kësi raste? Kjo është shumë interesante edhe vlen përmendet se kolektivi që punojmë ne aty me gjithë bashku e kemi një lloj harmonie shumë të madhe brenda asaj. Edhe e dim se nga njëherë e bëjnë atë pyetjen pak provokative karshi hoxhës, mirë po përgjigja duhet jetë gjithmonë ajo më adekuatja. Se na e dim pejgamberi alayhi salam 23 vite i ka thirrë njerëzit në islam. Ka pas nga ata cilët i kanë shajë, kanë ofenduar, kanë rënduar me fjalë, po çdo herë pejgamberi alayhi salam ka qenë i buzëqeshur karshi tyre. Edhe na mundohemi në çiket mënyrë kur ti përgjigjemi atyre, ti përgjigjemi në mënyrën më të mirë të mundshme. Edhe kur ti i përgjigjesh dikujt në mënyrën duke buzëqesh, padyshim që ndryshon pak ajo kahja. Nëse ta ka bën në mënyrë provokative, e ndron atë pyetjen pak. Edhe e kupton se me të vërtet çështja e islamit nuk është çështje e cila është e domosdoshme me u praktiku. Se na e dim, Islami është fe e paqes, është fe e tolerancës, është fe e mirësive. Madje Kurani neve na motivon ku Allahu xhalleshanu thotë se në fe s'ka dhunë. Tash secili mundet me zgjedh fenë e tij. Nuk është e detyrueshme ti me qenë domosdoshmërisht musliman. Edhe kur e themi kët, bile shpesh herë unë e bëj atë pyetjen karshi atyre cilët pak mundohen me njollos islamin, çka mendon kur të vdesësh ti? A kanë me thirr hoxhën, a kanë me thirr priftin me të pastru tyje? Po jo hoxhën. E po për çfarë arsye përderisa kanë me thirr hoxhën, atëherë mundohu që me u afru afër islamit. Se ndodh një ditë ku kime dal nga kjo botë, kime lënë këtë jetë, edhe përfundimi ka me qenë prap te personi i cili është domethënë këtu hoxha. Prap kime shku te hoxha, nuk i ku shkon dikun tjetër. E përfundimi është te Allahu xhalleshanu. Lehat apo të ngacmojnë kolektivit? Ja. Në shkollë thonë nuk ndodh. Sigurisht që e kom bëni përvojë shumë gjatë dhe me shumicën kena qenë edhe në shkollë fillore bashkë, tash na kthim me punu në shkollë bashkë. Ka njerë bisedë, diskutojmë rreth çështjes mësimit fetar, po kohën e fundit diskutojmë edhe për ditarin elektronik, sepse unë për shembull nuk ka, që tham pasër nuk ka dallim mes arsimtarit mësimit fetar. Unë jam koordinator i ditarit elektronik, edhe për këtë çështje bisedojmë, edhe për shumë të tjera. Domethënë mirë, po nga anën pyetje provokative nuk kam. Që bile i brash, edhe koordinator, është edhe zavendës edhe kejtej. Sigurisht se po më intereson kjo harmonia, kjo domethënë bisedat me kolektivin. Harmonia në kolektiv ndoshta më shumë e ka rolin kryesor, e lun udhëheqësia e shkollës, se çish organizon harmoninë brenda shkollës. Mendoj se kjo është ajo primare dhe shqyr Zotit, spaku aty ku jam unë, është një harmoni që kushtimisht po e them çdo kush që vjen nga jashtë, nga katunde tjera me punu, mbetet i kënaqur kur del prej aty. Dhe sigurisht se kemi pas edhe kemi pyetje edhe debatet edhe të aspektit fetar, që nuk pe them provokime, se s'm ka ndodhur personalisht, po diskutojmë edhe çështje fetare, po konkretisht më shumë diskutimi po them fal drejtorive, disa drejtorëve të shkollave që na kanë dhënë rastin mu integru në atë formë që t'jemi, domethënë edhe në pozita kyçe të udhëheqësisë shkollës, për shembull ndihmës drejtorës, koordinator ditarëve elektronik, që për shembull e kemi Riadin, jam unë, kemi edhe shumë tjerë që jetoni kujdestar të klasëve, që domethënë me një farë forme na kanë dhënë rastin edhe drejtorët e shkollave që ne t'jemi të barabartë dhe të ndjehemi rahat në atë kolektiv. Kjo ndoshta është ajo pozitiviteti më i madh që unë kam kolektivin tem, dhe po them edhe një herë një falënderim shumë i madh udhëheqësisë shkollave që na e kanë dhënë një rast të tillë që ne të mos ndihemi të huaj dhe ta japmi spakut, mundohemi ta japim atë maksimumin, sepse fundit gjithë e dim se çka do të thonë edukus i brezave. Është diçka e shejt, diçka e veçantë ku
kemi sfidat kryesore për momentin që ndoshta është, mos flasim veç për interesin e arsimtarëve të landës fetare, po si sfidë kryesore për momentin që duhet ta brengos, jo veç neve si predikus të landës fetare, po të secilës land është zvoglimi i numrit të nxënësve. Domethënë kjo është një sfidë shumë serioze që s'paku unë e shoh kështu, nuk është çështja veç të shkolla, sepse ata që nuk janë shkollë nuk janë edhe në fshat, nuk janë edhe në qytet, më thonë ata po shkojnë edhe nuk po kthehen më. Kjo është një sfidë shumë serioze, këto e pas parasysh se shkolla ime ku punoj tash, në vitin 2008 kur kam filluar unë i ka pas mbi 400 nxënës, kurse tash e kemi për 80% më pak, ikun rreth 160 nxënës. Pra është një sfidë që për ne duhet ta brengos secilin prej nesh dhe sfida tjetër që lidhet ndoshta pak me interesin personal të arsimtarëve të landës fetare, Riyadi përmendi pak tërthor, azia unë po du pak ma thellë me hi, është çështja kërkoj njës, është çështja e listave. Për shembull, i vetmi vit që ne nuk kemi pas problem me fillimin e vitit akademik shkollor ka qenë viti shtatori i kalum. Deri vitin e kalum na çdo shtator kemi pas problem me listat se kush duhet të jetë në këtë shkollë e kush në tjetrën shkollë. Dhe këtu, po thon personalisht unë nuk e kam pas këtë problem, po në komunë Bujanocit kemi pas probleme ku nuk është leju mbajtja e mësimit fetar përderisa nuk është definu lista dhe kjo ka ndiku negativisht sparit te humbja e realizimit planit dhe programit e pastaj edhe të orëve, do më thonë që në formë direkte janë dëmtu nxënësit. Inshallah, vazhdon me këtë përmirësim që ka ndodhur vitin e kaluar dhe nuk kemi më kësi raste, po megjithatë edhe këto janë për njerëz dhe besoj se tash veç jemi brenda shkollave, jemi me fal udhëhecësive të shkollave na kanë dhënë rastin që të jemi të barabartë në çdo aspekt me gjithë të tjerët, atëherë pritet vetëm se na pak të japmi gaz pak më shumë, të punojmë pak më tepër. Po, më kujtua edhe një çështje sa i përket si mësuesi mësimit fetar që pelui edhe një rol tjetër në shkollë, çështjen e informimit, domethënë, për sa i përket që mirëna me informim, domethënë, çdo aktivitet që bëhet në shkollë, unë e plasoj në rrjetet, më së pari te mirëmbajtësi i faqes shkollës, e pastaj edhe në portalin që e mirëmbajt, domethënë edhe këtu ka dhënë drejt që domethënë unë me pas atë liri, që çdo aktivitet shkollës, çdo informim më marr unë me ato. Domethënë kjo edhe mësim fetar, edhe me informim, edhe mësim fetar, edhe koordinator i drejtarit elektronik, domethënë këtu das pak nuk e ndjem veten ta na shkalum për barabart njëjtë me të gjithë arsimtarët tjerë. Kur jemi te shkolla, mësimi lënda fetare në shkolla, kur krahasohet me mësimin fetar, edukatën fetare edhe dersin xhamia, dallon mësimi fetar në shkolla prej atyre në xhamia apo është i ngjashëm? Duke anashkalu mësimin e Kuranit. Anashkalu mësimin e Kuranit. Këto tjera. Shife këtu këshillet të cilat një imam i një xhamie i jep te xhamati i tij, është shumë e drejtë që edhe një arsimtar i mësimit fetar t'ia tregojë nxënësve brenda objektit, brenda orës, brenda shkollës. Mirë po, çdo herë na duhet ta përmendmi se i përmbahemi plan programit, i cili është i përcaktuar. Edhe në një farë mënyre nuk dalim jashtë asaj çka kemi me shpjegu. Nëse e marrim shembull një orë, kemi me fol për edukimin e brezave të rinj sipas Islamit. Ti duhesh me ju përmbajt asaj. Apo kemi me fol për jetën e një pejgamberi, apo kemi me fol diçka tjetër, na asaj i përmbahemi. Edhe duhet përmendet këtu se na zakonisht nga vetë fjala mësim fetar, duhet ta dim se ne jemi ata të cilët i këshillojmë nxënësit, ama nuk i detyrojmë. Për çat arsye edhe është lanë zgjedhore, nuk është obligative. Është lanë zgjedhore ku ti mundesh me bë përzgjedhjen. E kur e themi atë çka duhet veprojë arsimtari, krahas hoxhës i cili e mëson xhamatin xhami, është një lloj ndryshimi shumë i madh. Për arsye se na në shkolla ja mësojmë bazat. A imami mundet edhe shumë gjëra tjera në xhami me jashtjellu. Duhet të përmendet se në shkollë
zakonisht qysh prej klasës parë që ja mësojmë dëshminë islame, shahadetin, njohjen e Allahut xhalleshanu dhe të pejgamberit alayhi salam, marrjen e abdesit, mësimet, faljen e namazit, pastaj këshillat e tjera, jetrat e pejgamberëve në përgjithësi, po edhe faljen që e përmendi edhe Riadi, faljen e namazeve. Tash kjo pak na ka lehtësu me çështjen se çdo shkollë tash i ka edhe projektorët, edhe nxënësi e shef mënyrën e faljes së namazit. Nuk ka nevoja i me praktiku aty, pa i e shef mënyrën se si duhet me u fal. Edhe vlerësohet me notë. Vlerësohet përmes notës, se sa nxënësi din me tregu mënyrën e faljes së atij namazi. Dhe për atë arsye është një lloj ndryshimi krahas xhamis, sepse në xhami hoxha vetëm ligjeron. Mirë po e ligjeron atë çka ai dëshiron. E ke qartë? Atë çka ai mendon se ka nevojë xhamati. Kurse në shkollë duhet me ju përmbajt plan programit. Ashtu siç e kemi orën, ashtu duhet me zbatu edhe me spjegu deri te nxënësi. A ka raste kur meqense edhe shkolla Preshevës edhe të Romsit i kanë Po, shkolla jonë ju i keni edhe xhamit afër. Ndodhe me shku me nxënësit në xhami, me praktiku diçka apo gjithçka në kuadër të shkollës? Gjithçka më bëhet brenda shkollës. Unë për shembull zhvilloja e praktikoja në të mënyrën me anës teknologjisë, me projektor, mirë po nuk ka na shkaloj edhe kabinetin, domethënë. Edhe pse a ka plan program brenda vitit shkollor edhe vizita në xhami ose mësimi praktik? Nuk i kemi këto. Vizitat e xhamis nuk i kemi, mirë po çështjen e namazit e marrim shembull në klasën e 5 me plan program gjysmëvjetorin e dytë e kemi çdo orë me mësuar nga një namaz. Dhe na e praktikojmë këtë mënyrë. Një orë e spjegojmë namazin edhe e shohim përmes projektorit. Do me thonë mënyrën e faljes, se është shumë e rëndësishme me pa nxënësi se si duhet me u fal. Kjo është obligative. Edhe orën e dytë pastaj nxënësi e spjegon mënyrën e faljes së namazit. Po edhe historitë e pejgamberëve. Po edhe respektet cilat na i spjegojmë karshi familjes dhe prindërve. Do të thonë ka ngjarje të ndryshme të cilat kohën e fundit përmes projektorit i zhvillojmë gjatë orës, edhe është shumë më efektive se sa ajo që ti e spjegon kur nxënësi e shef. Është diçka tjetër kur e shef me anë të syrit dhe është diçka tjetër kur ti e spjegon. Edhe pse prej landëve, domethënë, ajo më e dëshiruara është mësimi fetar. Ora e cila shkon më shpejt, shkon ajo e mësimit fetar, se kemi shumë material. Kemi pak orë më shumë material. Për çfarë arsye e përmenda më herët ku duhet shtimi i orëve. Jo me mbet me vetëm një orë, por me pas shtim të orëve që nxënësi me marr edhe me mësu se çka është e mira e Islamit dhe praktikimi i saj. Ibrahim, ti je pjesë edhe e Bashkisë Islame për Preshevë, Bujanos dhe Medveç. Po. Nuk e di në cilën rol, po e jam sekretari i Bashkisë Islame për Preshevë, Bujanos dhe Medveç për zyrën e Bujanosit. Bashkësitë fetare, konkretisht Bashkia Islame, cilën je ti pjesë, ka bashkëpunim me shkollat përveç këtyre dërgimit listave, kështu gjatë vitit shkollor ka bashkëpunim, ka... Ne gjithmonë e kemi pas edhe koordinatorin e landës fetare, që është marrë domethënë me çështjen e përcaktimit të mësimdhënësve në përshkolla. Dhe tash varësisht domethënë ka pas shumë mos themi tash si themi, ka pas faktorë të ndryshëm që kanë ndikuar ndoshta në disa periudha kohore të janë pak më të neglizhuar apo mos mund ta shtrin aktivitetin e tyre që duhet, mirë po megjithatë, domethënë sa i përket përcaktimit edhe definitimit listës për mësimdhënësit e landës fetare kryhet me kohë, domethënë përse përket Bashkisë Islame gjithçka kryhet me kohë. Pastaj ato vanesat që kanë ndodhur për shkaqe të ndryshme, nuk është çështja veç te ministria, ka dhe arsye tjera të cilat nuk ja vlen të diskutojmë tash. Domethënë ka pas edhe shtytje brenda nesh këtu që dikush ndrohet, dikush vjen i ri, domethënë secili është munduar me një farforme ta fut dikant vetin dhe kështu ka ndodhur edhe ndoshta deri para vitit të kaluar të vanohen edhe vin kontratat për fillimin me kohë në disa shkolla jo në gjitha. Kurse i përket asaj që dy kolegët e mi u përgjigjen në pyetjen tuaj për
dallimin mes xhamisë edhe shkollës, unë mendoj se dallimi edhe sfida më e madhe për mësimdhënësit e landës fetare ka qenë ajo që për fat keq na teologët nuk kemi pas në për studimet tona landën e pedagogjisë dhe pra nuk i kemi ditë format e procesit edukativ arsimor dhe disa prej nesh, ndoshta edhe unë në fillim të karrierës e kam bërë këtë gabim që e kam vazhdu rutinën sikurse në xhami edhe në shkollë. E që dallimi është se në predikimin në xhami bëhet në formë frontale, që kjo i bie, domethënë hoxha fol dhe të tjerë të ndëgjojnë, kurse në shkolla përdoret metoda frontale edhe bashkëbiseduese. Domethënë e ke edhe aspektin kur ti duhet të jepsh informacionet konkrete për temën cilën e ke dhe njëkohësisht ti aktivizosh edhe nxënësit me pyetje dhe përgjigjet e tyre për atë temë të caktuar. Kjo është dallimi më i madh për mendimin tim që e veçon formën e predikimit në xhami me shkolla. Meqense e përmendë se përgjigjen e nxënësit, ka vlerësim që si funksionon, është me nota apo me në fillim më duket ka qenë dalluar mirë. Përshkruese, prapë është ashtu njëjtë. Në aspektin ligjor landa fetare dhe edukata qytetare janë landë zgjedhore, të cilat domethënë në formën e notimit e kanë në formë përshkruese që nuk llogaritet në sukses, mirë po ajo që është risi si vjet nga Ministria e Arsimit, mësimdhënësit e landës fetare tani më janë të barabartë me çdo arsimtar tjetër, ku pritet domethënë për një implementimi edhe dhënia vendimeve për arsimtarët e landës fetare. Kjo domethënë e avanson landën fetare që të jetë e barabartë në çdo aspekt me lëndë të tjera, se tash çysh ndodh pas kësaj forma e vlerësimit mbetet shihet domethënë konkretisht kur të fillon implementimi i saj. Por tash për momentin janë nota përshkruese të cilat nuk i llogariten në rezultat, mirë po them prap kushtimisht është roli i arsimtarit se çysh e përgatit terrenin konkretisht në nxënësin që ai ta dojnë landën. Pra, nuk është shumë e rëndësi, për personalisht mendoj se duhet ne të shkojmë në atë formë që t'i vëdisojmë nxënësit se nuk është shumë e rëndësi a e merr dallohet, që domethënë i kemi 3 format notimit dallohet, që llogaritet të jetë 5, mirë mes 4 dhe 3 edhe i plotson është ajo domethënë kalusja. Pra, kur ti e ke përgatit një grup nxënësish që ata të mësojnë për dije dhe jo për nota, nuk ka shumë problematike, domethënë kjo çështja se a e merr ai dallohet apo se merr. Unë kam pas raste kur më ka thonë nxënësi punë, shumë interesant, ama le ti dysh, ama le mirë, ama le dallohet. Me rëndësi është unë sa po di për këtë land me fol. Kurse sa i përket planit që ndoshta në fillim ka qenë edhe një sfidë tjetër mes kolegëve tanë, kur ka pas rast një prej ish profesorëve të mi më ka pyet për planin edhe i kum tregu se çka mësohet konkretisht në shkollën fillore dhe të mesme tek landa fetare, më ka pyet po mirë aja mësoni Kur'anin. Dhe unë i kum thënë jo, arabisht jo. Ka thonë kur s'po bësh. Lutem, nëse e shikojmë në esencë planin dhe programin e landës fetare nga klasa e parë deri në klasën e 8 dhe pastaj nga viti i parë i shkollës mesme deri në vitin e 4, unë mund të supozoj se ai nxënës i cili mëson seriozisht mund barazohet me informacione dhe me dije me lirisht me nxënësit e medreseve të ndryshme që mund t'i kryejnë jashtë apo edhe këtu në Lugin, sepse është aq një plan program i thurur mirë që përveç se i mungon domethënë alfabeti arab, tjera të gjitha i kanë. Por qëllimi nuk është që ne të mësojmë Kur'anin në shkolla, është qëllimi që ne të mësojmë si edukat fetare. Pastaj ata që dojnë të mësojnë Kur'anin, sigurisht se tani mo ka ndryshuar shumë çka, zhvillimi teknologjik e ka bot vetën dhe gjithë ata që po dojnë të mësojnë edhe arabisht Kur'anin, po e mësojnë në forma të ndryshme, dikush në xhami, dikush përmes teknologjisë dhe kështu po kompletohet, domethënë sa i përket edhe mësimit të edukatës fetare. Edhe diçka, po du më të thuj edhe njerë të pyetja paraprake rreth bashkëpunimit edhe komunikimit Bashkisë Islame me shkollat në përgjithësi. Tash
Bashkia Islame e dërgon listën në ministri për teolog që kanë me dhonë mësim. Ajo listë aprovohet nga ministria dhe ju filloni ta praktikoni, të jepni Po, mësim. zakonisht Ajo që du me dalë është a përfundon atë komunikimi mes Bashkisë Islame, Ministrisë dhe shkollës, apo Bashkia Islame vazhdon me i mbykëqyr ata hoxhallar, a e të kri punën siç duhet, a ka si kontrole, apo përfundon me dërgimin e listës? Po, tash nuk e di çish funksionojnë të tjerët, po ne Riyadi e din, edhe jetoni vitin e kaluar, para se me fillu vitin, ne kemi pas një takim, më thonë, me mësimdhënësit të cilët i përkasin listës tonë, një mbledhje ku kemi diskutu formën se çish duhet dhe çka duhet të bëjmë ne si para përgatitje për fillimin e vitit shkollor. Prandaj ka domethënë bashkëpunimet ku mas pari domethënë përpilot lista, pastaj reisi e përcjell në ministri, ministria i kthen përgjigjet gjithave shkollave me email dhe edhe Bashkisë Islame, pastaj Bashkia Islame përveç kontratave që ja bën shkolla, Bashkia Islame po ashtu ja bën edhe nga një kontratë, domethënë kuadër Bashkisë Islame që t'jenë, domethënë fillimit bëhet me kohë, të mos ndodhin ato që kanë ndodhur deri tash, vonesat pa arsye, sepse në aspektin ligjor është e papranueshme ajo arsyetim i disa shkollave që për fat keq e kanë lënë temas zhvillimin e mësimit fetar, duke u arsyetuar se nuk ka ardhur lista. Sepse ligjërisht çdo drejtor i çdo shkolle është i obliguar që me fillimin e 1 shtatorit të bëj kontrata të përkohshme ish punëtorit përderisa definohet çështja me listë konkrete, domethënë nga Ministria e Arsimit për lëndën fetare. Dhe këtu ndoshta edhe është politizu pak, ndoshta edhe ka gisht grupacione të ndryshme që janë mundu me i fut militantët e vet, me bën ndryshime në për lista, po them kushtimisht tani ka fillu disa përpjekje pak, disa bashkëpunime pak më serioze, që besoj se duhet t'jetë kështu, inshallah vazhdohet pak më gjallë pak bashkëpunimi me qenë, sepse fundit na jena aty, edhe na jena ata që po ballafaqohemi me gjitha ato problemet e planit edukativ arsimor që ballafaqohet çdo arsimtar tjetër brenda shkollës. Prandaj sigurisht se këtu duhet të jetë një përkraje, edhe pse po them ka fillu, po të jetë pak më e theksuar edhe të bashkësive fetare në formë që plani të jetë më i realizueshëm edhe të jetë suksesi pak më. Besoj që kemi sukses, nuk është që s'kemi, po të jetë pak më i theksuar dhe të duket se na jemi punëtor dikujt. Pra, mos jemi, për shembull, më kujtohet në fillim të karrierës, unë dikun 5-6 vite, unë nuk e kam ditë as ku duhet me shku me marrë kontratën, as kush i jep, domethënë është kon në atë formën e fillimit që ndoshta shumë gjana janë pastaj janë politizuar edhe nga udhëtësitë e disa shkollave, po të mos tam gjithë po disave ku kanë manipulu, pastaj i kanë da nxënësët në grupacione të ndryshëm do atje që kanë qenë arsye shumë llojshme që ndoshta edhe me vend, ndoshta edhe pa vend, po megjithatë mendoj se prap një angazhim i madh i punëtorëve që kanë punu, domethënë me një periudhë pak me përvojë pak më gjatë, e kanë arrit një rezultat që i kanë thyer ato barrierat se feja nuk është çështje veç e xhamis, po është një diçka që duhet jetë në përditshmërinë tonë. Vlen ceket këtu edhe një se është shumë interesante në shkollën ku punoj unë aty. Pedagogja e shkollës prezanton në orën e edukatës fetare sikurse në orët e tjera. Domethënë, sikur që kontrollohen arsimtarë të tjerë, të njëjtën kontrolle ka edhe mësimdhënësi i edukatës fetare. Nuk është domethënë që ka ndonjë lloj ndryshimi aty se ky është hoxh edhe te ky nuk do të hospitojmë nor, po jo, jemi të barabartë, domethënë sikur ai landës X landës caktuar, po edhe te çështja e mësimit fetar. Dhe kjo e jep një lloj motivi që me të vërtetë në momentin ti që e bën kontratën me shkollën, Bashkia Islame tash e ka kry obligimin ndaj teje. Ti më je punëtor i shkollës.
edhe punën cilën duhesh me realizu në bazë të plan programit që është përcaktu nga Ministria e Arsimit. Edhe duhesh me punu në bazë të asaj deri në përfundimin e atij plan programi. Këtu është ajo e mira që edukata fetare është e barabartë me krejt lanë të tjera dhe nuk ka kur një farë dallimi. Me që se me ka fundi në fund të emisionit, unë vesh kisha dasht edhe nga një pyetje të fundit, jeton me ty për nisi, me qenë se për më tash kohë të fundit je imam edhe në xhamin e Urbanit. Nëse e krahason për fund, vesh shkurt, nëse ka mundësi, e ke më letë dhe më mirë, të flenë më shumë t'jesh imam në një xhami apo t'jesh mësimdhënës në shkolla? Shife, çështja e imamllëkit, unë çdo herë përmendje dhe them, është një punë cilën çdo kush ndoshta ka dëshirë, është një punë me vlerë shumë të madhe. Mirë po, e njëjta është edhe me nxënësit. Për arsye se ne tash, unë e thash më herët, kemi nxënës teknologjisë. Xhamati është ai i cili bën pyetje, mirë po nëse e krahasojmë xhamatin me nxënësit, këtu është një dallim shumë i madh. Te xhamati bëhen pyetje të thjeshta. Abdesi, namazi, agjërimi, zeqati, haxhi këto. Kurse te gjeneratët e reja, ku shpesh herë bëjnë pyetje të cilat na dim, kjo çështja e Bitcoinit e shumë punë të tjera. Nxënësi domethënë ka qasje në atë, edhe dëshiron me ditë ku është halali, a lejohet, a nuk lejohet, e shumë forma të tjera. Nëse bëhet pyetja cilën e kishe përzgjedh, unë për arsye se që diku rreth thuajse 11 vite në arsim, padyshim që e kisha bë përzgjedhjen që me qenë punëtor i shkollës, për arsye të vetme se na çdo ditë në shkollë kemi kontakt me më shumë se përafërsisht shkolla është shumë e madhe dhe kemi kontakt, nuk po e them një numër ndoshta shumë të madh, po diku rreth 500-600 nxënës gjatë ditës, domethënë që kanë kontakt me neve. Edhe bereqeti më i madh është që nxënësi e ka atë lirinë karshi hoxhës. Nuk e llogarit më hoxhën sikur një pris i cili nuk ban me ju qas atij, nuk ban me bisedu me ta, po është i lirë. Madje është i lirë edhe më shumë se sa me arsimtar tjerë. I bën pyetjet, i merr përgjigjet edhe ndahet i kënaqur me ta. Sa i përket punës së imamllëkut, ajo është punë e cila nuk krahasohet me asnjë punë tjetër, mirë po, ndoshta na pse jemi fokusuar edhe zakonisht unë imam qëndroj vetëm gjatë muajit Ramazanit. Madje shpesh e them atë kish qenë mirë që gjithë secili me pas nga një punë. Edhe gjithë ata të cilët domethënë janë edhe imama, edhe janë aktiv në shkollë, me u fokusu te njëra. Qoftë me u fokusu te shkolla apo me u fokusu te xhamia. Edhe çdo herë kur e kam ftesën për imam, them nëse ka mundësi me gjetë një trinë të vjen ai, s'unë jam i fokusuar në shkollë. Po për arsye pe shohmin ata çështja e migrimit e shumë gjëra tjera, është pak mangësi edhe te puna e imamllëkit, edhe po duhet nganjëherë nga ajo domosdoshmëria me qenë pjesë edhe e xhamisë. Mirë po, vlen të përmendet se është kënaqësi kur punojmë me nxënësit. Është ajo kënaqësia më e madhe për arsye se ne gjeneratës së re i mësojmë bazat e besimit islam. I mësojmë rrugën e Allahut xhalleshanuhu, e mbi gjitha e mësojmë nxënësin se si ai me arrit që edhe këtë botë me përfitu të mirat e saj, por qysh edhe me arrit si përfundim në jetën tjetër, në botën tjetër, përfitimin e xhenetit. Duhet të mundohemi gjithë secili, duhet të angazhohemi gjithë secili që punën të cilën e bëjmë pavarësisht a jemi në xhami apo jemi në shkollë, ta bëjmë me nder, me përkushtim dhe me shumë dashuri për me pas bereqet. Ma nxjerr edhe një pyetje tjetër, po shumë shkurt. Po. Kur po përgjigjesh nxënësve për Bitcoinin edhe për këto kriptovalutat, cila është përgjigjja jote? E halalit apo Shefe tash tu kam fol dietarët e mëdhenj, na nuk guxojmë shumë me hyrë saj, mirë po ka mendime të cilët e lejojnë, domethënë nuk është diçka. Tu e pas parasysh se na tash këtu në Lugin jemi një vend shumë i varfër.
Edhe jashta krejt kësaj, përfundimi i jetës cilën na po e jetojmë këto, kur shkojmë diku, edhe në ato shitorët e vogla në përfshatra, po mundesh me paguajt me kartel. E pse mos me qenë pjesë e halalit edhe ajo? Pse mos me qenë pjesë e të mirës? Nëse e përdormin thojza me niyetin e halalit, jo me i kasaj. Me thonë halal, ama në aspektin tjetër me qenë haram. Jo. Përderisa ka mendime ndryshme dietarëve, të cilët e kanë leju, nuk ka kur fart keq. Riat, për ti a është më mirë se ti je thuj se gjatë tërë vitit edhe imam në Malternac, gjatë gjumas, është më mirë cilat kanë më shumë? Pa edhe imam lloki edhe detyra mësuesit janë dy profesione të shejta. Unë Malternac se kam vetëm për xhumo, atë bëj veç kështu, për Zot, mos më mbyll xhamia. Mirë, po duke patër parasysh që si vjet kanë fillu për muajin e Ramazanit në Lloçan si imam, unë ishna fokusu të shkolla, sigurisht një rol të veçantë aty alun edhe për arsye se e kemi plan programin edhe jena të fokusum. Te xhamia pak duhesh pak më ndryshe, so pra programi me gjetë vetë temën, me përpilu, me pak mu më doket ma letë në shkollë, ma mirë, sigurisht që edhe 20 vite përvoj, më doket pak ma letë në shkollë. Edhe pse në shkollë është ora 45 minuta, e para xhamatit për shembull për 15 minuta mund me kry. Mirë, po ma letë për mu shkolla. Edhe ajo çka është tash, s'pe kritikojmë na kërkojnë, ama unë çdo herë them, pak imamët e kanë ma letë se sana. Del në hutbe, përgatit 15 minuta ligjëratën, e kryn, zbret poshtë, e fal farzin, një pjesë dalin, një pjesë e vazhdojnë, a na gjatë orës debatojmë, diskutojmë me nxënësin. Tash nxënësi ka mundësi që ka lexuar diçka, edhe dëshiron ti me ju përgjigj. Brenda orës e kërkon përgjigjen e saj. Duhet me qenë shumë të përgatitur kur dalim karshi nxënësve. E thash edhe prapë e them, nuk kemi punë me nxënësit e kohrave të mëparshme, kurse kemi ditë çka është teknologjia. Tash kemi të bëjmë një fëmijë 2-3 vjeç e përdor telefonin. Edhe tash ai shef gjana të ndryshme aty, ku i le përshtypje diçka atij, edhe dëshiron që ti me ju përgjigj. Ose e kanë dëgjuar një hoxh në diçka, por nuk ka arrit me kuptu, ti duhesh me ja sqaru. Na dim se aspekti fetar nuk është çështje e lehtë. Duhesh me ju përgjigj tamam në mënyrën adekuate, ç'është duhet. Krejt profesionet kanë tolerancë. Islami është me 0 tolerancë. Nëse ja mëson gabim e humb personin, po nëse ja mëson atë e cila duhet dhe është në drejtën tonte, ka bereqet ai ti edhe gjithë shoqëria. Vesh me anish edhe imami me diskutu me xhamatin, këtë ligjëratë. Po nuk na lejohet ditën e xhumos se ama ku me dita kishin hyp tani don hutbe. Me majt hutbe. Bro, ti imam nuk je, po unë imam nuk jam personalisht, mendimi jem, nëse shikojmë në esencë termi hoxh është fjalë persiane që do me thonë mësues, do me thonë në aspektin e përgjithësisë është diçka e barabartë, nuk mund të themi që kjo është më shumë me përgjithësi e kjo më pak, sepse fundit qëllimi i dy profesioneve është i njëjtë. Mirë, po ajo që mu më fle mas shumë të në shpirt të shkolla, ma mirë bona i kell me shku me i majtë shtator në shkollë, se sa me shku me falë një gjumo, e arsyeja për këto është se mendoj se sot ne si shoqëri kemi më shumë nevojë të kemi kuadra profesioneve të ndryshme me edukat mirëfillt, fetare e edukative, se sa për teolog, sepse fundit çdo brez ka pas edhe ka me pas, për çdo aspekt, çdo profesion, mirë po mendoj se ajo suksesi më i madh i shoqërisë tonë kish me qenë nëse ne do të kishim doktor me edukat mirëfillt, inxhinier, e ku diu çka, do të thonë profesione tjera. Kjo ndoshta është ajo arsye që unë më shumë lakmoj ka shkolla, pavarësisht vështirësive, normalisht se shumë si thanë edhe kolegët e mi, për xhumo duhet dikon me fol, dikon rreth 20 minutave maksimum, anë shkollë ti për shembull, sigurisht mas pak ti kemi pas 4 orë që janë ka 45 minuta dhe duhet përgatitje. Mendoj se ndoshta edhe pak përvoja bën veten, edhe ajo mundësia që fal drejtorisë shkollës ku veproj, që më ka dhënë të jem pak më thellë në procesin edukativ arsimor, më fle më shumë shpirt shkolla.
I ki disa pozita, që tash e kuptun që edhe sekretar në Bashki Islame, zavens drejtor, koordinator. Ama një pjesë të nëve krynë për hir të Zotit, pe kitë Po, sigurisht. Tash, ato janë çështje që, si kanë thonë plesht për para, pa i dhonë dy, duhet diçka të bëjmë edhe për shpirt, po diçka edhe normalisht, sepse vetë jeta është interes, po megjithatë nuk do më thonë se gjithçka duhet lidhet me interesin personal. Unë ju falenderoj edhe një herë që ishit pjesë, që pranut, tash pas travive me ardhen, edhe shlirë me bisedu. Shpresoj që shikust kanë mësu për landën fetare, për predikimin që bëhet në shkolla, mos ketë asaj paragjikime që kanë qenë si në kalumen. Faleminderit për ju që na keni ftu. Shumë teme qëllume, mbi gjitha që t'informohen gjithë prindrit se edukata fetare është ajo e cila ja edukon fëmijën. Kur po e them ja edukon fëmijën, po e them me plot kuptimin e fjalës që atë fëmijën i cili ndoshta është problematik në shtëpi e bën tamam besimtar të mirë, tamam njeri të mirë, edhe ai ndryshon kur shkohet te shtëpia. Ndryshon me plot kuptimin e fjalës në të mirë. Se Islami sjell veç të mira. Nuk përmendet kurkund që Islami ka sjell dikujt dëm. Po çdo kund e përmend se Islami si fe i ka sjellur dobi edhe ndoshta atyre të cilët nuk kanë qenë besimtar, po i kanë pa besimtar se e mira e Islamit është në të mirë të njerëzimit. E gjeneratat e reja këto e kanë. Është bereqet i madh. Është vlerë e madhe që në shkollat shqipe unë i bëj apel edhe shteteve fqinje që sa më parë dhe sa më shpejt ta kyçin edukimin fetar nëpër shkolla dhe jo ato edukime të tjera që po i kërkojnë ata, për arsye se edukimi fetar i mëson gjithçka, jo vetëm për jetën e botës tjetër, siç mendojnë ata, po pikë pari na i mësojmë për jetën e kësaj bote. E thash, Allahu Gjalleshanu na ka motivu, na ka obligu me kërku dije. Por derisa na ka obligu me kërku dije, atëherë hajrin edhe bereqetin po na shohin edhe lanë tjera. Se unë shpesh ju them nxënësve, kujdes, Allahu Gjalleshanu t'i ka dhënë gjitha të mirat, t'ka dhënë shëndet, t'ka dhënë jetë, t'ka dhënë dije të plot, është gjuna, është haram në një lanë me marr ti 4. Për çfarë arsye ti? Pse me marr 4 përderisa ti mundesh me arrit notën më të lartë, notën 5. Edhe kjo i motivon nxënësit, i afron afër të mirave edhe të kësaj jete po edhe të jetës tjetër. Faleminderit edhe Faleminderit edhe për ju. Faleminderit edhe juve. Na sigurisht e falenderojmë edhe një herë, falenderojmë sponsorët tanë Royal Beverage me pijet e tyre dhe kompaninë e transportit viatori. Shpresoj që keni mësuar shumë edhe shihemi në emisionet tjera.